Të enjtën në Prishtinë u mbajt konferenca e parë e nivelit të lartë për bashkëpunim rajonal, bashkëpunimi ndërkufitar, model i ri i integrimit për Ballkanin Perëndimor. Në organizimin e Institutit të Prishtinës për Hulumtim dhe Zhvillim, PIRDEV, morën pjesë figura politike nga vendi dhe rajoni. Tema hyrëse e konferencës ishte demokracia në epokën hibride, ku shpalosën disa prej sfidave me të cilat po përballet shoqëria në aspektin politik e ekonomik. Më i tretë është sistemi kur mandati merret drejt për drejt nga qytetari, nga votuesi sa kur delegohet, ndërsa në Maqedoni është sistem proporcional, ku fatkeqësisht pra respektohet kryesisht një kriterium, pra lojaliteti ndaj liderit. Kryetari i Gjakovës, Ardian Gjini, përmendi një rast të para një dekade kur dikush i jashtëm shpërndante mesazhe në emër të shqiptarëve. Serb edhe rus, në para konflikterave, si për një periudhë diku një vjeçare e kanë mbush rrjetet sociale edhe webin të shkruar si shqiptar, të njëjtit njerëz, nisin me shkruar si serb. Jeta ta i pia, komplet jetë. Ta shkruajnë, shqiptarët në ka rrezikojnë ekzistencën e servisë. Andaj u kërkua më shumë punë në këtë drejtim nga institucionet, duke shfrytzuar mundësitë që jep teknologjia. Platformat ekzistojnë, mirë po duhet hapa pak më shpejt për shkak se me të vërtetë ajo që po shohim në botë, nëse nuk shfrytëzohet në mënyrën e duhur, ka më përkthyer në një rrezik permanent. Pjesa tjetër e diskutimeve kishte në fokus mikrorajonet dhe bashkëpunimin ndërkufitar, po ashtu edhe përfitimin rajonal nga lojrat mesdhetare Prishtina 2030. Konferenca pati për qëllim shpërfaqjen e problemeve rajonale dhe prezantimin e bashkëpunimit të mundshëm në Ballkanin Perëndimor në përmirësimin e tyre.